Material pas materiali arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Zoom duke uruar e shpresuar që jeni ndartë kënaqur dhe të mirë informuar. E deri të premten tjetër me Zoom mund të jeni me u shoqëru edhe në rrjetet tona sociale dhe në portalin zoom.biz. E unë si gjithmonë si qërshia mbi tort, ju lë me rubrikën e fundit që ka të bëj me përmbledhjen e lajmeve vendore. Deri të premten tjetër, tung tung. Get your feelings so bomb off deep. Kom kalzu me vaktyt, kom kalzu me vak. Bejti e ka filluar mbar muajen. Pas suksesit të një pasnjëshëm erdhi dhe me një këngë të re që mban titullin Jo Jo Ti me mu, tekstin e së cilës e ka shkruar vet ajo. Nuk dhe qa ke meno, se meriton djenjat e mia. Producent është Buci, cili bëri dhe masterizimin. Ana vizuele u realizua nga TikTok. Kjo dashnia ka bobe, që nuk kom le me di mo hiq kur. Sa mërën të jam, nuk më me prita, cila o lëvizja. Era i Strefi u rikthye me projekt 2 në 1. Ama do Love dhe Hajde soli këngëtaren më seksi se asnjëherë më parë. Si ako po jeti bën e manzat, su me pa frikën sytë tu asnjëherë, të tu antroptama. Tekstin e këtyre dy projekteve shkroi vet ajo bashkë me Ellinell. Hajde, 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 mos vjen marrë që s'frika. Ben Beats është producent i cili bëri dhe miksimin, kurse Roslila masterizimin. Ana vizuele u realizua nga Enter Media. Mos vjen marrë që s'frika. Hajde, hajde. Vitet bërë se për mua pak e trisht, floka dashuris ka hershuet si Pas disa dueteve, Dom Finon vendosi të rikthehet si solist duke plasuar Rrugës i Trishtuar me një super videoklip. ponja, sa e m'falit gjunahet kur ga boja, ato premtime. Për shkrimin e tekstit u përkujdes vet, kurse këngën e punoi producenti Apollo. Kur i ka vetat her ma mshele deret, ka egoizmi, isha Për anën vizuele si zakonisht u kujdes regjisorja Claudia nga Full Moon Production. Si trishtuar, dikush po ecë një dashuruar, dhe para vetë dashurin që humbi, duke kërkuar. Qa me bojë du akoma. Edhe Finem ka vendosur që të jetë shumë aktiv deri në fund vitit. Kur ti e tu mbrej, qa me bojë du akoma. Si pistolet. Ai gjatë kësaj jave plasoi një këngë të re që mban titullin Akoma. Tekstin e ka shkruar vet ai, producent është Dert Sulejmani, kurse për anën vizuele u përkujdes Enter Media. Qa me bojë du akoma. Si zjarri pun tjet, kur jashtër bite, shumë larg me mia 10 vite. Mos erdhi me një dhurat për fansat e tij, një projekt që e ka pikërisht këtë titull. Si mercenor, me hunën e bo me vor. Për tekstin si zakonisht është kujdes vet ai, kurse producent është Shërzan. Ana vizuele u realizua nga Valona Zire. Jo më rrugve vestu në hot, edhe me shqis në shtot, me dela tu për shtot. Ljumor djale për nusën që ke marr. Sa e bukur erdhi nga Violet Kukaj. Teksti dhe muzika është punuar nga Gafur Murati, orkestrimi nga Negji Funici, kurse për anën vizuele u përkujdes Urban Films. Sa e bukur, nusja na ka dal. S'ja kalon, s'ja kalon. Prej kur hina ndrova lojën tjetër nivella. Ja nisën zërët ta shikamon milionat, hanes banet jem babën e kampiona. Këtë pjesë të paralajmërimeve për projekte të reja e nisi me Don John. Nuk vjen vetëm me një, e as me 2 projekte, por me një album. Ky është postimi ti e madje tregoi se albumi i tij i parë do të jetë magjik si vet ai. E kom dhejnë jetën nuk ju keq, ama jem ka poli se për nina më mlep, se m'ka nina unë i mbushë më si atëher, prej kur hina ndrova lojën tjetër nivella. Po bashkojnë forcat për një super duet, bëhet fjallë për Aidën dhe Bartin. Dyshja do të vinë me një balad të titulluar I pa shpirt, e që do i shoqërohet edhe videoklipi. Për më shumë ndiheni këtë trailer.